Ka startuar në sallën e teatrit Mixheni edicioni 24 çmimi i Pjetër Gaci, ku këtë vit marrin pjesë instrumentist, jo vetëm nga troje shqiptare, por edhe me xher. Drejtuesi i qendrës Pjetër Gaci në Shkodër, Dritan Mlika, teksa falenderoi konkurrentët për pjesëmarrjen, vlerësoi këtë konkurs për rritjen profesionale dhe edukimin muzikor që u jep brezave të rinj. Një aktivitet tashmë me një traditë të madhe, ku në këtë aktivitet nër vite kanë marrë pjesë me qindra instrumentista, të cilët sot losin edhe në skena prestigjioze të Europës dhe të botës, një aktivitet i cili përfaqëson mas miri kulturën, edukimin muzikor të Shkodrës, si dhe mbështet fuqishëm talentet e reja. Ndërkohë, drejtuesi artistik Lorenzo Radovani tha se struktura është ndërtuar e tillë që të vlerësohen talentet me performancat më të arritura. Konkursi zhvillohet mbi bazën e kategorive dhe specialitetet. Kategoritë janë ciklet e moshave. Sot konkurron mosha nga klasa parë deri te klasa 3. E kështu me radhë do jenë. Do bëhet vlerësimi nga zhuria dhe secili pjesëmarrës do marrë një certifikat pjesëmarrjeje. Përveç këtyre, më të dalluarit do marrin edhe diploma çmimesh, nga ku 1 deri në 2 përzgjedhje do bëhen për në koncertin final që është ditën e diel. Çmimet janë vetëm çmim i parë, i dytë dhe i tretë. Nuk ka çmime tjera, nuk kemi çmim special, nuk kemi çmime ekstra, kemi vetëm këto 3 çmime bazike, në mënyrë që edhe satisfaksioni atij që merr një diplomë nga ky konkurs të jetë i pasqyruar në tabelën e çmimit. Konkursi çmimi Pjetër Gaci organizohet nga Qendra Kulturore Pjetër Gaci me mbështetjen e Bashkisë Shkodër. Ndërkohë, qëllimi i këtij kompeticioni është evidentimi i talenteve të rinj në vendin tonë.